veshjeve për gra janë kostumi me xhublet, kostumi me këmishë të gjatë dhe gjoke shajaku sipër, kostumi me 2 tufa të vendosura mbi këmishën e gjatë. Kostumet e nuseve janë të larmishme dhe me prerje të ndërlikuara sipas mesatares së trupit në moshë. Kostumet e burrave, kostumi me këmishë të gjatë, dolloma dhe tirq, dhe ai me poture. Pjesët më të zbukuruara me merak janë jelekët dhe xhamadanët. Në Shqipëri akoma nuk ka një numër të saktë të llojeve të kostumeve, por një fakt është i padiskutueshëm që kemi qindra kostume me prerje dhe me ngjyra nga më të bukurat. Kostumi i Tropojës, Çamërisë, Labërisë, Tiranës, Dibrës thonë që ne jemi Nuri. Kostumet popullore të Lushnjës, Shkodrës, Mirditës, Korçës, Elbasanit thonë që ne jemi Ajka. Megjithatë, thonë e ç'thonë, por ne nxjerrim një konkluzion, që këta kostume janë një thesar i çmuar në kulturën tonë kombëtare.